Po e nis me Rogertin. Rogert? Po, atëherë, unë kam një diçka që me Brikenin që ditën e parë ka qenë një gocë. O njëri fliq, A do më nalëm në folë, nuk kena këtu për punë forcët, o vlla, për rriur tani. I pacip, që dy ordinera, Fol tamam. dy idiota. Me Brikenin kam pas gjithmonë provokime. Që ditën e parë që merrni me femrat e shtëpisë. Fol me Mateo na Legion, se unë s'di gjë. Fol. Do me fol. Po i pacip. Unë me Brikenin kam gjithë që ditën e parë që në fakt me thamë vërtetën është që hahem me idenë që ajo mendon se është një diva dhe e kanë kontroll gjithë shtëpinë. E rëndësishme që duhet them është që provokimit e saj me të marrë shishin e ujit e me të hedhë cigaret, unë nuk shkoj ankohem e nuk qaj, a kupton për gjanat tilla, sepse këtu jena në një lojë që në fakt ne duhet në qoftë se disa njerëz na injorojnë se s'dojnë me na lënë situata, ne duhet gjejmë brenda standardeve, kornizave të lojës, që të provokojmë. Atëherë, që t'jena të pastër, në qoftë se Brikena në krevat është në gjysmën e saj, unë do ulem të gjysma tjetër nëse du me provoku me kriju një situatë. Është gjashtë shumë e thjeshtë. Ta provoj situatën jashtë. 2 sekonda. Në qoftë se ajo pastaj vendos për t'ik një krevat tjetër dhe dikush tjetër shkon e provokon, atë tjetër gjë. Por unë si Rogert mendoj që s'kam bën gjë total jashtë kontrolleve, a është gentleman like, normal që nuk është, por unë në fakt jam këtë lojë për të provokuar rrot. Dhe Brikena, në qoftë se nuk do më dhënë hapësirë për të debatuar tamam, atëherë unë Brikens doja bëj jetën ferm këtë shtëpi, gjë shumë e thjeshtë. Dhe në qoftë se Mateo mendon për me i dal zot me forcë dhe jo me debate, atëherë ka të gabum, gjë shumë e thjeshtë. Sa i përket një klipit për punën e Juelës, dua t'i them Mateos dhe Brikenës, arsyeja më e madhe që ju ula atje në krevat, është sepse kjo e ka injoru Brikenën, Juelën, që mos t'i jepte një shpjegim sepse hiku nga krevati i saj. Unë e Juela dihet tashmë që jemi publikisht jemi në një ortakri shumë të fortë dhe do Zoti na pritet marr. Në qoftë se unë e bëj sepse këto të kuptojnë që ju i keni një shpjegim që t'i flisni gjanat, a kupton? Unë do e bëja gjë. Dhe ky sidomos ka ftyrë për me fol për Juelën, se Juela e kanë imu me shkrujt atë vjesën nga Çabani para zgjidhjes me kanun. Dhe për të dy që nuk ja din për nerë. Okej, Juela. Juela. Ledion, unë dua të theksoj që kam pas gjithmonë një vlerësim shumë veçantë për Brikenën. Po, në këtë rast nuk e reaguar. Jam habitur sinqerisht nga fakti që u largu direkt nga shtrati, mbas prajmit, pa u sqaru, pa tentu edhe me fol të paktën. Edhe kur e pash që ishte spostuni një shtrat tjetër, nuk shkova as unë vetë, t'i kërkoj as qarim basem, nuk e di edhe mund të kem gabu, njerëz jemi, por unë nuk e ndjeva të nevojshme. Në momentin që ajo mori atë vendim, kaq të, o Bebi G është momentin plusë, 2 sekonda. Kjo mori vendimin për t'u largu nga shtrati. Dhe unë nuk fola më me të, për sa i përket, do me thënë trishtimit të Brikenës, për këtë situatën që unë për shembull nuk e kam pa këtë situatën që tani pas ka shku në shtrat. Dhe në fakt për mua është shumë e gabuar. Po situatën që Rogerti ju fut në shtrat, është okay për ty? Për mua nuk është okay. Normal, sepse dhe unë ndoshta do isha prekur. Po patjetër që nuk duhet bërë. A ja ke thënë që ke bërë gabim? Po patjetër që unë gjithmonë i kam thënë Rogertit, dëgjoj Rogert, nëse ne do të komunikojmë bashkë. Ju lutem 2 sekonda. Unë gjithmonë i kam thënë Rogertit, dëgjoj Rogert, ti ke hyrë me një strategji tepër agresive, ofenduese me të gjithë ne. Dhe në qoftë se ti unë i kam thënë absolutisht unë e kam marrë qendrimin tim. I kam thënë Rogertit, ti Rogert mund të kesh një pakt me mua. Ti duhet absolutisht ti eliminosh ofendimet sidomos me femrat. Nuk duhet nuk duhet ti bësh. Në rregull, sepse është e papranueshme. Këto janë mendimet e mia, Ledion. O Ledion, vetëm du me thani këtë gjë. Unë Ledion personalisht nuk kam folur me Brikenën, nuk kam folur sepse nuk më ka lënë as hapësirën. Po a ke folur me Rogertin gjatë këtyre ditëve? Rogert, të lutem, mos u fut te raportimi me Brikenën. Nuk dua fare të futesh ke raportimi me Brikenën, sepse unë di ta sistemoj ose... Jo, e kam fjallën, dakord që i ke thënë këtë, po a ke folur me Rogertin në bazë veprimit që a i bëri, që ju fut në krevat
Brikenës, a ke folur me Rogertin që kjo gjëja nuk e kam bisedu specifikisht sepse më tha që është futur tani të shtrati dhe Brikena ka ikur të marrë shtratin e Mateos. Vetëm du me dramatizun qik, në qovë se Kristi e ka ba disa herë në kërvate ndryshme. Në qovë se mua me lejohet me nda kërvatin me diken si mashkull si femen, që të rast unë vetëm u ula dhe isha jashtë i organit dhe nuk e di se ku është maniakizmi në këtë mes. Ja ka shpegoj. Ja, prapë bëj që se lejoj. Prapë bëj. Prapë bëj. Që se ju s'doni me folë për mamë, prapë bëj. Mateo. Nuk duhet bërë, sepse është hapësirë personale. Normal, nuk duhet bërë absolutisht. Mateo. Po, në këtë rast, të shoh që je shumë i prekur nga situata. Lere me folë. Kemi racë, Ju lutem banor me radhë, flasim me radhë e ka radhën Mateo. E 2 meshkujve të patur, ordinera, Artan, po flet me Mateo. sjellje të pacift kundra i femre, dhe është po ky që ditë e parë që merret me femrat e shtëpisë, nuk e di unë ku të tregosh ti burrërinë. Ti bashkë me atë, dy të pacift, pa fytyrë, manjak, bashkë me dy, po të vjen turp ty 53 vjeçë. A ke fytyrë tjere? A ke sedër ti? A ke cipër? A ke cip që ju dhe shkërvati, që do i tregoj? Mos bëj vandamin këtu tani. Mos bëj vandamin. Mos bëj vandamin pa dashje. O profesor Hekri, o profesor Hekri, ti që ke 50 vjeç që i gjemo asa, 50 ditë. Prit drotër, lutëm, kujdes me këto. Kujdes, mjëse. Qepe. Për qa kujdes? Qepe, mjëse. Për qa për kujdes? Ledion. Lene tani. Unë kam një pyetje për Brikenën, që është shumë e rëndë për mu. Briken, ma shpjegon pak fjallën pervers? Lediona, mund të flasë? Jo, fjallën pervers. Fjallën pervers. Ja kemi parasyve pervers. Ne kemi parasyve, që i futës tjetër shkërvat as nuk del. Po jo, ule dorën se po pysa te. Po, Brikena, mund të flasësh. Ledion, Atëherë, Ledion, unë kisha jo fjallën e du se zbën pervers, se ndryshe ik dal për jashtë. Fjallën pervers. Fjallën pervers të tot. Për të dalje, po ik. Prit, te tregove sot do fjallën pervers. du ta flasë dhe do arri edhe aty, po du të ka një gjë. Dhe që sekund. Çdo me të fjallën pervers, ka ishtu. Sekund. Ma shpjego. Veprimet e tij justifikojnë fjalën. Jo, po ka mundësi, është hera parë që unë Tani e gabim, do të po jo më tutë, unë du fjallën pervers ma shpjego. Tani, i bëre një pyetje Brikenës. Po fute këto pra zhurmusat. Jo, zhurmusat nuk futen. Ki durimin të dëgjosh, siç nuk kishe durimin tek skena e krevatit. Ki durimin të dëgjosh shpjegimin e saj. Do dal edhe te pervers nëse dëshiron të dal. Po, Brikena. Unë du vetëm pilin tek se kam unë rana pastaj. Unë du vetëm kaq do të thotë. Unë krejtësisht me thonë është që për mu nuk është një gjest i hishëm ai gjë që kam bë Rogerti dhe Tani, se prej do me thonë prej një person si Rogerti dhe Tani prej vjetëve që i kanë, unë pres me ardhë këta këtu dhe më jep mu një këshill ose më jep mu, do me thonë, më mësu mu si mu sill, jo unë me i dhon këshilla këtyne, kështu që unë prej Rogertit një gjest till, e pres, por prej Tanit, si person që kam njohë këtu mrena, si burë që është, si vlera që ka kallëzu këtu mrena, unë thjesht du të mendoj që Tani ka qenë komplet indikum nga Rogerti, nga loja Rogerti, se Rogerti e bani pare, edhe Tani kur e po që e bani Rogerti, edhe po që unë po unisja me shkuar qëti Mateo, Tani e bani prapë, dhe me thonë e bani ti të një që e bani Rogerti, po unë mendoj që Tani thjesht është ndiku nga Rogerti, unë përderisa këtu mrena i kam thënë limitet e mia dhe kam thënë se unë mund të kem edhe traumat e mia, gjanat e mia personale dhe kam thënë te krevati nuk du i person me mua fru, kur unë nuk ja lejoj, nuk ja ap lejen, edhe unë thjesht si vajzë pres të ma respektoni këtë gjë. Nëse unë rri këtu, se rri në barë, ose ku të rriti mund të aprosh, flasim gjitha gjanat. Po unë te krevati prej ditës parë që jam fut këtu mrena, kam thënë nuk du asnjë person të më afrohet afër pa lejen edhe dëshirën time. Momentin që një person e bën, mu thjesht më duket tendencioze. Edhe mu si gjest, mu do të thjesht një gjest pervers. Brikena, të pyes, për te njerëzve... I cili në ato momente më ka Po ma shpjego fjallën. Okej. Jo, të lutem Ledion. Tu duk një gjest pervers. Ky që Tani bëri. Po. Po.
Për te atyre që pam në klip, në momentin që ti u preke dhe ke qëndruar për një kohë të gjatë edhe në tualet duke qarë, Juela, e cila ka qenë një nga njerëzit tu më të afërt dhe jo më larg se 2 prajme më parë, ti e konsiderove se një nga njerëzit tu më të afërt aty brenda dhe ajo bëri të njëjtën gjë. A erdhi në një moment që të pyeste si je? E vetëmja që ka ardhë me më pytë si jam, ka qenë Greta dhe Ina, Juela në asë moment nuk ka ardhë me më pytë si jam, po prapë se prapë unë nuk e sulmoj, asë nuk e kam sulmu, kur prapë se prapë unë e kam atë respektin, pra të ditë që kemi nejtë dhe kemi hangër këtu. Po që në asë moment, mu ka ardhë shumë keq, që në asë moment nuk ka ardhë si bajta, pra të ditë që kemi kalu bashkë, me më pytë si jam, ose a jam A mendon ti që edhe Juela është në ndikimin e Rogertit si që është Artani? Po, se jam Artani, më dha. Absolutisht jo, Absolutisht jo. Krevati i ka qenë ku i lutem. Artan, cila ishte arsyeja? Pra, Rogerti thot që përsa ko mua Brikena nuk më jep hapësirë që të krijoj një komunikim me të e përpasoj të kem një bëlloj ballafaqimi mendimesh, mua më duhet pastaj që të shkoj në zgjedhje të këtij lloji që janë provokime disi më të tepruara, po që përsa kohë nuk ma lejon Brikena të kem një diskutim normal, do bëj dhe këtë. Ti pse e bërë? Bravo. Unë ishin 6 banorët, ishin tek shpella, pa të them shkurt. Tash në momentin që ishte në 6 u lirun krevatet dhe unë kam pas krevatin tim ku ishte Kristi, sepse ja lirova se gjithmonë të liru të i bon deri dynjas, që nga i pari aty, që ja lagu krevatet gjitha, të lutem, mos fol, të lutem. Sa po shkili syrin dhe ta konfirmoje që bravo tani foli shumë mirë, sta po e bëri tani live. Si vazhdo tani shpjegoje. O Silina, të intereson pra tani, të intereson. Pastaj tha Kristi, nëse ti futesh tu tha, unë e lag krevatin. Duke i besuar që Kristi bën këto gjëra, shkoj ke Gimbo. Thash me vete, pse po shkoj ke Gimbo? Se do vi, thashë, po bëj debate me ashtëqyret e mbretëresh, e ka qenë thon mbretëresh vetës, vi unë për të futur te krevati i këtij. Për të paktën 2 ditë. Shoh unë që aty ishte Poli. Po durama ta drejt që tre ti si tri. I marrë fshogjan. Po durama la çatu. Numara la zhu. Po ta dëgjojmë valla. Shkoj ke Poli aty. Ishte kuptet kisha lidhje fare me këtë. Shkoj ke shofun. E marr atë ja çoj Brikenës. Shkoj dal për jashtë, prap Poli aty. Boli aty, ori bërkret, thashon, aty nuk është krevati Polit. Jo, aty krevati Mateo, se shpun ke aty ti? Krevati jo, krevati Letjo, a mund t'ju bëj një pyetje? Kujt t'ja bësh pyetjen? Kujt t'ja bësh pyetjen? Kujt do t'ja bësh pyetjen? Du t'ja bëj këtit këtu. Kush është këtit këtu? Mateos, krevati. është jo të Krevati, është imi me thende dhe mija personale. Me të kravatin time, që keni marrë, Okej, tani, e kuptova që zgjedhja e krevatet është krejt normale, sepse krevatet nuk janë personale. Mirë po, o tani, qetëso, tani. Artan, dhe provokuse. Atere, a ka mundësi, ju lutem banor, sepse është situat ku duhet të flasim me radhë. Po pra. E pra, po jo po pra. Artan, po flas. Mos thuaj po pra dhe pastaj vazhdon të flasësh kur unë jam duke folur, okay? Atere, e kuptova që zgjedhja e krevateve, sipas jush, është në qef të secilit. Pra, lihen sendet personale, hiqen sendet personale, punë e madhe. Okej. Në momentin, siç pam në plan, që Brikena është në krevat. Pra, është në krevat, është e shtrirë aty. Një vajzë është në krevat. Një vajzë e cila po flas, Ina jam duke folur. Është e shtrirë aty dhe ti shkon, turresh dhe ndodh ajo që ndodh. Kjo atë qa ishte kjo gjëja me vrapa? Nuk është turrje? Se nuk është e shkope me duart në xhepa? Pra, unë kam për këtë zgjedhje, pse bëre këtë? Sepse që natyrisht ti mund të provokosh
me krevatet, lagje, mos lagje, heqe qarqafësh e gjithë gjërat që janë bërë është bisedë tjetër. Nuk besoj se Brikena apo cila do vajza ty brënda do ishte lënduar duke qarë në banjo apo mëtej, sepse ti i ndrove krevatin që ajo e kishte zënë. Ajo u lëndua sepse konfrontimi yt me të ishte fizik. Më shumë se sa i Rogertit, i cili thjesht ushtri aty në anë. Dhe po të donte Brikena, rinte, po të donte ikte. Si që bëri që iku. Përveç asaj që unë e sqarova me Brikenën, i kërkova dhe falje, i dhash dhe dorën, prit. Por do themi diçka tjetër. Prit pa duro më burit jo. Duro. Po themi diçka tjetër, se këto duke qenë se janë mësu këtu tash i me bo ato marifete dhe janë mjeshtre, por du të kishë parasysh diçka. Për me qa Brikena, me qesh, imagjino, kishe 4 orë Kristi që kishe ik, Kristi, iku 4 orë, 4 orë, është njeriu mo mashtruse, po jo mo uqi besoj. Okej, mos shpërndajme, mos shpërndajme. Vete mashtro, vetëm gënje popli. Okej, dua të dëgjoj pak Gretën. S'kam qa të bëjmë. Greta. Dua të dëgjoj pak Gretën, Greta. Nuk më pëlqen këto imazhe, dhe me thëmë, ky video, sjelljet e Tajanit dhe të Rogertit nuk i pranoj. Tani është burri i madh. Unë të gjysmën e krevatit tanë, me. Nuk ka nevojë, mbroj vetë. Nuk është hera parë që ti futesh aty në krevat, po nejse. Nuk e kam bo dramatike. Sepse ju prek dhe unë e prak me tanë natën. Po sepse ky je ti pra. Sepse ky je ti. Se ke dashur me delegat, ne kemi parë Ka të pa Kristi 100 herë s'ke pa A mund flas? A mund flas? A mund të flas? Nga Rogerti Do dëgjoj, Greta, do dëgjoj. Nga Rogerti, po. Nga Rogerti e pres këtë gjën. Nga Tani nuk e pres. Nga Tani nuk e pres, sepse Tani ka tregu dhe shumë vlera tjera në këtë shtëpi dhe nuk i përket, dhe me thënë, nuk është ky person. Miri? Në fakt, Ledion, unë ja kam thënë dhe Tanit, e thashe edhe atje të klipi, që ja kam thënë dhe sot prap që loj me krevate, ta zura, ma zure, është i imi, është i joti, i kam thënë Tanit, nuk është loja jote, se i një zot një burë, ke një mosh taktuar këtu dhe duhet të regosh diçka tjetër këtu dhe për lojen, edhe për të gjitha. Nuk duhet të luaj me krevate, sidomos kur ky raport është një zotëri me një gozë. A mendon ti se Tani është i suggestionuar? Jo, për këtë rast jo, e kam pyetur dhe e ka bërë vetë sepse donte të hynte te ai krevat, zinte krevatin, edhe të vazhdonte natën i qetë në një krevat tek që se këtu ky problemi i krevateve nuk është vetëm në rastin e Brikenës. Këto gjëra kanë ndodhur këtu shpesh që të zënë krevatin, të heqin dyshekun apo të heqin organin. Këto janë provokime loje që dikush i mban, dikush nuk i mban, është sipas nervave. Ai gjesti nuk duhet ta bënte sepse është një gjest që s'duhet. Qartë, Arber.